njëjti dyshohet për veprën penale të falsifikimit të votave. Fillimisht duhet të njoftoj se jam i angazhuar drejt për së drejti prej djalit të deputetit Najt Hasani. I njëjti më kanë njoftuar dje me datë 23 paret se është njoftuar nga policia se sot do të paraqitet në stacionin policor për një intervistim në lidhje me dyshimet për manipulim me vota. A është paraqitur sot? Sot bashkë me mu së bashku kemi shku në ora 8, jemi paraqitur të hetuesi e rastit dhe me të njëjtën kemi dhënë deklaratë. Po, është raportuar në media se është arrestu. A është arrestu, a është ndalu? I njëjti është ndalu. Prezantimi nga mediat për arrestimin e tij është i pavërtet për shkak se i njëjti me vullnet lirë ka shku në stacionin policor bashku me mu dhe aty na është njoftuar për ndalimin e tij pas dhënies së deklaratës. Dërsa arrestimi siç prezantohet nëpër media nuk është i vërtetë. Momentalisht ku është ai? Për djenin time si avokat që jemi interesuar deri tash, i njëjti gjendet ende në stacionin policor. Për momentin nuk i kemi asnjë vendim nga prokuroria për ndalimin e tij për 48 orë dhe nuk e dim a është ndaluar për 6 orë nga policia apo është ndaluar për 48. Por nuk kemi informata më shumë sa gjendet në qendër ndalimit apo është në stacion policor. Konkretisht për çka është tu dyshu prej? I njëjti dyshohet për veprën penale të falsifikimit të votave. Mirë po gjatë intervistimit nuk kemi vërejtur dhe nuk jemi ballafaqsuar me asnjë provë që e lidh klientin tim drejt për së drejti me falsifikimin e votave. Çfarë pozite ose çka ka? I njëjti ka qenë i angazhuar nga partia PDK-s në cilësinë e kryesuesit, ku në tavolinën ku është bërë numërimi kanë qenë edhe 5 anëtarë tjerë nga partitë politike, si LDK, Lëvizja Vetëvendosje, parti tjera. E ky ka qenë kryesuesi i asaj tavolinës? Kryesuesi i asaj tavolinës. Në rregull, nëse kimë ashtu. Po, ashtu që duhet të theksoj se si kryesues i numërimit në atë tavolinë, në rastin kur kanë ardhur votat për Partinë Demokratike të Kosovës, i njëjti nuk ka pasur të drejtë të numëroj apo të shënoj në faqen e KQZ-s votat e asaj partie. Domethënë, i njëjti në asnjë mënyrë nuk e ka bërë numërimin e votave të Partisë Demokratike të Kosovës. Po ashtu përfundit dua të deklaroj se raportimet e media dhe përbastisja në shtëpinë e deputetit Najt Hasani nuk janë të vërteta, janë të gjitha fake news dhe për momentin janë këto gjitha që edhe ne i dim si mbrojtje e klientit tim. Vret në parregullsi gjatë ndalimit ose gjatë intervistimit? Parregullsi gjatë intervistimit nuk kemi hasur në asnjë, mirë po dua të deklaroj se ndalimi i gjithë komisionerëve që raportojnë për media është i padrejtë për mendimin tim për arsye se ende nuk e kemi një provë të vetme që këta anëtarë kanë manipuluar me vota. Po ashtu theksoj se gjitha dokumentacioni i ndalimit ka qenë i dorëzuar tek policët, edhe të cilët e kanë tejkaluar me gjasë edhe punën e tyre.